Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 6 qershor të 2025-s. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve që do të kemi tani tutje. Çfarë ndodh dhe çfarë ndikohet në këtë ditë? Atëherë, kemi Mërkurin nga binjakët që formon një gjashtkëndësh me Marsin në Luan, një kënd që na jep mundësinë të jemi më të qartë, më të saktë dhe në lidhje me takimet të jemi të sigurt për atë çka bëjmë dhe mund të shprehim mendimin. Një ditë pozitive e muajit që duke shkruar me aspekte harmonike të hënës me Mërkurin dhe Marsin që aktivizojnë aspektet kryesore të ditës, përfitojnë shumë shenjat siç janë Dashi, Peshorja, binjakët, Shqiptari, Luani, Ujori të 10 diçit të tretë ose ato që kanë ascendenten në këto shenja. Në të njëjtën ditë kemi gjithashtu afërditën që kalon në shenjën e saj në guvernatorin e Demit, një nga shenjat e saj më të preferuar të zodiakut. Fillon një periudhë të të zgjasë deri në datën 4 korrik, e cila është shumë e favorshme për sa i përket jetës personale, profesionale, kontaktet, përmirësimet dhe gjëra të tjera që do të diktojnë. Dhe kjo ditë është shumë e mirë. Gjithashtu data 6 qershor për zyrtarizime marrëdhëniesh ose çështje martesësh, bashkëjetesash, marrëveshje, çështje pune, udhëtime, dokumentacione dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë dhe favorizojnë jashtëmase. Kjo do të thotë që në anën e ndryshimeve, sepse afërdita në shenjën e vet tek Demi në shenjë të qëndrueshme duke përkushtuar shumë, kjo përfitojnë shumë shenjat e tokës, favorizohen siç janë Demi, Virgjëresha, Bricapit të 10 diçit të tretë.